Përshëndetje miq të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s dhe mirë se vini në intervistën e radhës, respektivisht në emisionin Inbox, ku të ftuar kësaj radhe kam ambasadorin, analistin politik, njohësin e mirë të politikës vendore dhe ndërkombëtare, zotin Arsim Zekolli. Mirë se erdhët, zoti Zekolli. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjeti. Kënaqësia do të jetë e jona. Zoti Zekolli, kaloi dita e pavarësisë, protestat në mbrojtjen, mbështetje të pjesëtarëve të UÇK-s, të cilët aktualisht gjenden në tribunalin e Hagës, urimet nga shtëpia Barr, nga shtetet e Bashkimit Evropian, secila nga këto meriton vlerësim, këto subjekte që i përmendëm. Por megjithatë duhet ta shpalosni një përmbledhje të vlerësimeve tuaj lidhur me këto zhvillime të cilat sapo i përmenda. Po mund t'i shqojmë anës copa, po mund të t'i përmbledhim si një përshtypje, si një konkluze përgjithshme për gjitha këto, që vërejt se janë dy karakteristika që bien si në këto 5-6 muajt e fundit. E para është një kthim diskursi pozitiv ndaj Kosovës nga bashkia ndërkombëtare, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që vjen si një farë befasie pasi që pritej ndoshta ndryshim kursi nga administrata Trump, me dha jo ndodhi, por ndodhi ndoshta me ca nuanca më pozitive se që ishte në kohën e presidencës Biden, nga i cili prisnim shumë, por nuk pranuam aq pozitivitet. Po dhe dyta është një fenomen të cilën e vrej edhe në festat e 8 nëntorit, po dhe tani në festën e pavarësisë e Kosovës, që vjen e spikam një disparitet që ndodh. Kemi një zhurmë fjalosëse grindavece në media mes partive politike, që bjen kontrasti jashtëzakonisht shumë të ashpërt me një unitet apo një epsh kombëtar që shtrihet prej jugut deri në veri të një farë rizgjimit identitar shqiptar, edhe rikthim të një farë ndjenjeje, përkatësie edhe krenarie, ndoshta po e them ashtu, të popullit që dëshmon se populli shqiptar janë më të bashkuar se që mendojnë, edhe sidomos nëse krahasojmë atë që na servohet nëpër ekrane apo nga skena politike. Kështu që për mua është interesante se është evidente që të gjitha ato përçarje që na servohen, na imponohen nga partitë dhe politikanët në Tiranë, në Prishtinë dhe në Shkup, disi nuk reflektohet, që më jep arsye të besoj se është një rezistencë spontane e shqiptarëve ndaj asaj që i servohet, edhe dëshirojnë një kthim të disa vlera që ndoshta nuk kanë qenë të harruara, por kanë qenë të anashkaluara deri tani. Edhe momenti i fundit është gjykata në gjykimin në Hag, që është momenti më tronditës, dhe si që tjerë të uroj që verdikti të jetë lirues, që ata njerëz të kthehen në vendindje, por megjithatë duhet të them se pavarësisht verdiktit, rrëfimi i tribunalit nuk do përfundon. Shpresoj që të mos përfundon. Uroj që mos përfundon në mënyrë më të keqe, që ata njerëz pafajshëm për ato që akuzohen të dënohen dhe të dëmtohen edhe familjet e tyre, por edhe gjithsesi si shqiptar. Por edhe nëse është çlirues, duhet të pranohen ashtu siç e meritojnë, edhe për qëndrimin dinjitos që e kanë pas. Por kjo nuk do të thotë që me njëherë pas asaj nuk duhet të hapet dialogu substancial për gafen epokale strategjike të udhëhecive, jo vetëm politike, po dhe intelektuale, në Prishtinë, në Tiranë, në Shkup, rreth themelimit të asaj gjykate. Të gjitha argumentet që deri sot favorizohen, se ka qenë presion i jashtëzakonshëm, ka qenë shtypje, ka qenë kërcënim, ka qenë shantazh. Nuk mbajnë. Unë kujtoj, me janë dëshmi, se edhe presidenti Rugova, edhe presidenti edhe zëvendësit i Agoj kanë pasur presione jo më të vogla. Ndoshta kohra edhe më të këqija, edhe me instrumente shumë më të vobekte si që kemi pas tani, por ne nuk guxojmë t'i lojmë vetës që ai epizod
i themelimit të asoj gjykatës, duke i ditur kontekstin që po zhvillohet, duke i ditur zhvillimet që po ndodhin, që kjo të vendimi të leje në mëshirën e 3-4 personave me kalkulimit e tyre personale, që në fund do kthehet në një kërcënim për reputacionin jo vetëm të UÇK-s, po të vetë kombit. Nëse kjo kalon pa diskutim, pa debat, pa analizë të thukt, pse, kush, për të thënë arsye, lejoj që një hap i tillë të ndërmirët, në aq mënyrë naive, në aq mënyrë euforike, e që brenda 2 viteve ata që e favorizonin të shndrohen në zhurmuesit kryesor se Haga është kundër shqiptarëve, nuk guxon të kalon nëse jemi popull serioz. Pasi që nuk është rasti i parë. Kështu ka ndodhur edhe në rastin e Maqedonisë, me rastet e Hagës, të cilat nga dëshira jonë që të çlirojmë udhëheqësit, ai instrument u shndrua në një instrument shantazhi, nga i cili besonim ne, a jo ata që e përjetuan amnestionen. Kjo mund të ndodhë sërish edhe në Kosovë. Aq më shumë që i njëjtat metoda po i shohim në vepër edhe në Shqipëri, me rastet me Gonigal, me rastet Soros. Edhe të parashtrojmë pyetjen se në prapavit të gjitha këtyre vendimeve është një konstatim. A kemi ne udhëheqësi e cila mendon larg hundës së vet dhe larg interesit të vet? Të gjithë do e thojmë në mënyrë euforike se po kemi krenaria jonë, digniteti jonë, në rregull, puna nuk po tregon ashtu. Edhe koston nuk do ishte problem se e paguajnë ata vet. Por jo, koston po e paguajmë gjithë ne. Edhe është një proces të cilët ne mendojmë se është fund. Unë e them se është vetëm fundi një epizode, pas të cilës me njëherë fillon epizodi tjetër, me mundësi që sërish të nëpërsëritet. Se ata të cilët i kanë pas interes strategjik themelimin atij tribunali, nuk do ndalen, por do e vazhdojnë. Tani është çështja se si do përgjigjemi, si do pozicionohemi, së pari që mes nesh mos ketë as mendje lehtësi në sjellje veprime që janë historike, edhe që peshojnë rënd edhe mbi karakterin edhe mbi imazhin tonë kombëtar. Zoti Zekolli, në një koment tuaj ju përsëritët qëndrimin e mëparshëm se pas zgjedhjeve të vitit të kaluar, Albin Kurti nuk është më lider, por vetëm se politikan. Syve se ju përkujton në Ali Ahmetin e vitit 2012, më duket kështu e thatë, a është gabim nëse këto vlerësime nuhasin tonë kritike, apo vetëm është një vërejtje e juaj miqësore ndaj Albin Kurtit, kreu të ekzekutivit kosovar? Nuk është as miqësore, është armiqësore, por është thjesht obligimi im ta konstatoj diçka që është evidente e që përsëritet. Edhe këtë konstatim nuk e kam sjellë vetëm në kontekst Albin Kurti dhe Ali Ahmeti, por të konstante që na ndodh në çdo leadership. Mu fal fakti që ne nuk kemi zgjedhje normale që krijojnë përfaqësim normal, por gjithmonë kalojmë nga një dramaticitet në tjetër. Këtë fenomen e kemi konstatuar në qeverinë Thaçi, në kabinetin e dytë. Këtë e vërejmë edhe të Zoti Rama, në kabinetin e parë dhe të dytin të tretin, cili është tani me radhë. Këtë fundi kemi vrejt edhe dhe Zoti Ali Ahmeti. Dhe thot, mandatin e parë e mësojnë zanatin. Se çka është, si krijohet buxheti, si qeveriset, si delegohen postat, si zyret, gjitha, pasi që kemi real, nuk kemi ndonjë eksperiencë administrative, a njëjtën kohë në Prishtinë kemi përndjekje atyre që kanë pas eksperiencë në administratë, duke etiketuar të gjithë anë blok se janë udhbashkë apo komunista. Në Tiranë kemi këtë konstante në Partisë së Punës me degët socialistë dhe të kësaj demokratëve, edhe sidomos në Maqedoni kemi këtë dukuri ku kabinetin e parë kishte dominant fryma ndoshta kombëtare sipas percepcionit të Ali Ahmetit, po që në kabinetin e dytë fillon më eskalimi i ideologjizimit konform interesave të LSDM-s. Thënë ndryshe,
që BDI të shndrohet në një formë të LSDM-ja shqiptare. Edhe gradualisht zbehej dikimi i komandantave, refuzohej eksperjenca e kuadrove nga vitet e 80-a, 90-a që kanë kontribu në çështjes shqiptare, hiq më pak, do të thotë më shumë se Ali Ahmeti, edhe sidomos më shumë se Musa Xhaferi apo të tjerët. Edhe pastaj kemi këtë përçarje brenda ideologjike mes shqiptarëve sekulare dhe këtyre fetar, që i solli edhe deri te fundi i BDI-s. Këto elementi i shoh tani të Albin Kurti. Vetë sjellja e tij pas zgjedhjeve të shkurtit vitit të kaluar, dhe në atë proces deri në dhjetor, 28 dhjetor, nga hapi në hap shihej se Albin Kurti fillon të tërhiqet nga ajo pesha e tij magnetike si lider, edhe fillon të adaptohet. Fillimisht ndaj Partisë Ndërkombëtare, po pastaj mes ofertave të nxarën jo ndaj LDK-s, ndaj PDK-s, fillon të luan intrigën politike, por fillon edhe të konsideron vetën tani edhe si një peshë rajonale, që në fund tani e shohim të i kthehet bumerang, siç është në Maqoni, ku sikur Edi Rama do përjeton debakël që përjetoi në Malzime dhe Abazovicin, tani e përjeton këtu në Maqoni, ndoshta në mënyrë edhe më të ulët, edhe më të dhëmshme, se sa në shqiptarët në Malzi. Vetë edhe në fund është përzgjedhja e kuadrove tani, e vreni që ai fillon të hapet, përkundër vlerësimeve të deri tanishme se ka qenë populist, jo nuk ka qenë vërtet lider. Vox populi, ta themi ashtu. Por populizmi ka filluar të shfaqet vitin e kaluar. Afrimi ndaj figurave nga skena kulturës, bavitjes, artit, ndryshimi vokabularit, tregon se nuk është me Albin Kurti i cili e merr guximin ta thotë të keqe se keqe, bile edhe kur është në mjedisin e tij. Nuk ishte më atë kapacitetin e vetë kritikës, por fillon të pozicionohet si një politikan i radhës. Edhe pasojat e kësaj do i shohim në këtë kabinet. Edhe ne nuk arrim të kuptojmë pse ndodh ky cikël që në përsëritet tërë kohën, edhe me Edi Ramën, edhe me Ali Ahmetin, edhe me Hashim Thaqin, tani me Albin Kurtin. Është ajo pjesa cila e thotë fajin e bardhit vetëm te politika. Por në realitet, nëse shqojmë pak më thellë, kemi probleme me sektorin civil, edhe mediat. Thënë pasi që përkundër gjithë atyre emrave të zëshëm, figura të zëshëm, për gjitha këtyre banaliteteve që i shohim nëpër televizion, asnjëra prej tyre nuk ka as inicialet e shoqërisë civile. Kemi një kidnapim të mediave nga oligarkia. Edhe kemi një kidnapim të sektorit qytetar, OJQ, ose nga ambasadat, të cilat në emër të sektorit civil faktikisht promovojnë dhe imponojnë interesat strategjike kombëtare apo multilaterale, por nuk janë zëri i asaj që është autoktone. Sektori civil nuk mund të quhet sektor civil, OJQ, nëse vetëm bazohen atë se nuk merr parë për qeverisë Kosovë apo në Shkup apo në Tiranë. Jo, kur i pranojnë paret prej ambasadës, thënë parë prej shtetit qeverisë amerikane, do të thotë nuk janë OJQ. Kur i merr prej Gjermanisë, ato nuk mund të konsiderohen OJQ të ne, pasi që janë organizata të qeverisë gjermane, apo franceze, apo italiane, apo serbe, maqedone, apo ruse, apo greke. Sektori civil bazohet mbi dy aspekte. Është ndërlidhja familjare, edhe është ndërlidhja e qytetarëve të bashkuar në grupe spontane, që financon prej vete. Kur e themi këtë, edhe përkthejmë në pika konkrete, atëherë vim deri te pyetja përveç RTK-s apo RTS-s, territori shqiptar, ne nuk kemi media të gazetarisë së lirë. Ne kemi media të interesave specifike. Si që kemi këtu,
Ne tani e shohim një ngritje të podcasteve, si kjo që është. Edhe minjë e shumë që ka tërhjekje auditoriumi edhe shiqërshmëria më të lartë se këtyre të televizioneve zyrtare. Pse? Pasi që as më të vëdyshi, e nuk e di edhe ekziston, ma punon dikush ai shiqan, as Salsati, as TV Nistenishi, as Koha, nuk janë media të lira. Edhe aty ka çdo gjë, nuk ka gazetari. Ato janë thjesht transmetues. Si i thonë atyre zërimeve kjo dikun larg është mikrofoni, ta vetëm e përcjellin apo e përkthejnë zërimin, por nuk janë media të lira. Edhe kur i shiqoni strukturën e gazetarisë këtu, ne shihni që aty ka shumë spikerizëm. Nuk ka gazetari. Apo ja them. Ma tregoni kur kanë qenë lajmet e fundit të gazetarisë investigative për këtyre mediave. Të gjitha janë në sust. Publikohen në atë moment, si do them, më shumë ka gazetari investigative në përshtabe partijake, të cilët e marrin informatat, e përpilojnë gjitha, ja ofrojnë gazetarit edhe ai pastaj e prezanton. Ai nuk është gazetari. Është servilitet. Ajo është megafonizëm. Edhe kjo e pamundson shoqërinë që të ketë informat edhe aq më shumë analizë dhe vështrim burimore se ç'po ndodh. Prandaj këte që kanë ndodhur në Kosovë, por e këtu të ne për 10 vite më shumë, ka qenë katastrofale nga për sektorin civil, sektorit civil edhe media. Te ne kemi shumë kritika për politikanët, por ne nuk kemi ndalë të shiqojmë pasojat katastrofale të politikës së BDI-s në favorizim të një editorializimi partijak që para dite ishte BDI, mas dite ishte LSDM, si që ishte Alsati. Nuk kemi as pak debat për pasojat katastrofale mbi sektorin OJQ, fal Artan Grubit, cili përdori OJQ-t për të katapultu në politik, dhe tani e shohim njëjtin fenomen që ndodh në Vlen, por nëse Artan Grubi e bante në sektorin qytetar, këta e bojnë në sektorin islamik. Por është i njëjti efekt. Edhe në Prishtinë, tani do i kenë problem që momenti i duhur për kritik reale ndaj qeverisë Kurti 3 do zbehet shkaku se media si T7, Dugagjini, Klan, Kutiti Nacionale e kanë banalizu, e kanë degradu tehun e kritikës, pasi që nuk e kanë bërë kritikën konform gjendjeve reale. Pa qëllim caktuar e kanë bërë? Jo, i kanë bërë me qëllim caktuar. Po çaj qëllim i degeneruar sot e zbeh peshën e kritikës, pasi që të thërë, po dhe këta e kritikojnë si Buzhalla, apo Batona, ku ta di, Adriatik Kelmenda, e kanë pasi që ju thot ambasada, apo ju thot devolli, apo ju thot ku ti di ata biznesmen, oligark, çka i kanë. Edhe është shumë vështirë që të krijohet sërish një peshë, një fuqi, një zë kredibil, real, sa do që jetë i vogël, i zbehet, por të jetë vërtet kredibil para qytetarëve, që t'i rrinë dhe të kërkon llogari, dhënie dhe përgjegjësi nga qeveria e Albin Kurtit. Kështu që nëse në kabinetin 2, këto media në Kosovë dhe ky sektor OJQ të interesave qeverive amerikane, apo europiane, apo ruse, apo ku di kujna, ndihmonin ndërtimin e imazhit martirit Albin Kurtit, për ndjekurit nga gjitha, tani në qeverin 3, njerëzit nuk do kenë më kujt i besojnë. Qeveria do e ban punën e vet, në çdo kritik që vjen nga ky sektor, nga këto media tradicionale, oligarke, do thonë se ta vetëm folin çfarë lehin se nuk i kanë me interes, po i kanë për honorare, apo i kanë me porosi, apo edhe faktikisht jemi kthy sërish në numero 0. Që çdo gjë që është ndërtu, duhet sërish të rindërtojmë. Por, në vend se të kemi OJQ,
me zyre fantastike, moderne, me ca përfaqësuese të bukura, të zgjedhura për syrin e ekranit, jo për interesin që prezantojnë, të kemi studio luksoza si që në CNN, duhet të kthehemi të ajo që është vërtet OEQ. Do të thotë, nuk janë të pasura. Por janë vërtet zëri i qytetarëve, zëri i sociales. Edhe në gazetari, gazetaria nuk është sa të bukur e ke studio, apo sa të zëshëm janë analistët, po çka thojnë, edhe kush, cili është motivi, e cili është caku. Kështu që kjo do jetë sfida, jo atë shumë për qeverinë, sa do të jetë për shoqërinë Kosovë, pasi që atje ende ka gjasa. Këto të ne, jam skeptik. Për kundër zgjedhjeve që u mbajtën vitin e kaluar, gjendja në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni vazhdon të mbetet aty ku ishte e ndjeshme me plot nervoz, tensione. Shqiptarët sikur po adaptohen me që të mos presin reatje dhe krahas ndryshimit të strukturave të caktuara politike udhëhece kam. Si e komentoni ju këtë fenomen, thënë? Refleksi automatizuar të ne është që fajnë e ka politika, e përgjithësume, që do me thoja, kush në politike ka fajnë? Nëse unë e thamë faj ka lajmi, kush është kryesori i lajmit? Jeni ju. Është ajo batuta që në tavolinën e presidentit amerikan është një tabel që shkon the buck stops here. Do të thotë përgjithësia vjen këtu. Tavolinën time, unë e maj përgjithësi. E ne përgjithsojmë politika ka fajt. Është qyqari. Ajo është qyqaria shqiptarëve të cilët ikin nga përgjithësia, duke përgjithsu diçka se politikanët. Jo, kemi politikanët të cilët kanë kry punën e vetë, nuk kanë do një rezultat, por nuk kanë bërë dam. Edhe i fusin një kategori me politikanë që nuk kanë bërë asgjë të mirë, por kanë bërë shumë dam. Ikja nga emërimi i fajtorëve konkret është pjesë e politikanët. Do të thotë, edhe unë si qytetar, nëse insistoj në përgjithësim pa specifizim, jam edhe vetë politikan. Këto e kam për këtë strukturën e shoqërore të ne, që është shumë e zhurmshme në për komente sociale. Po kur i pyet konkretisht, çka do bëj ti? Thuaje kush i ka bërë damin, tërhiqet. Pse? Po s'du me hinë belabre, shoq, kam problem, duhet me punësu vajzën, duhet me punësu djalin, me nusën atë e kthej. Po për shef, kjo është se edhe ti politikan. Ti nuk je në zyre, zyrtar, por mentalitetin e ki zumë politikon. Të thot një kafsh politike. Prandaj merre përgjithësinë. Edhe prandaj po nisem nga kjo definimi përgjithësive, që të kthehemi të do shembull pak më konkret, pse është kjo gjendje kështu edhe në Prishtinë, në Tiranë, në Shkup. Do më lejosh të kthehem pak në të kaluamën. Po patjetër. Në vitet 70-ta, edhe në fillim me deri ka mesit të 80-tave, në Jugosllavi ndodhte diçka që quhej atëherë konflikt sukob në Jugosllavën Skojlevici. Ishte konflikt në të majtën Jugoslave. Ajo zhvillohej në përdo shkolla marksizmi dhe qeverisje mbaheshin në Zar, në Zagreb dhe në Beograd. Edhe atër definoheshin dy rryma, kyqe. Njënën anë ishte aja që e favorizon të marksizmin. A ishte rryma Zagrebit edhe Sarajevës, se të gjithë ishëm komunista. Por aty shifet inteligenca e një përfaqësimi kombëtar. Ndërsa pjesa lindore do të thotë Sarajeva, Podgorica, Beogradi, sidomos Shkupi, insistonin faktikisht në atë momentin leninist. Edhe ne kemi mësu, kërë thojnë rënovët partia marxist-leniniste, nuk është e njëjtë. Marxizmi ka të bëjë me reformën e kapitalizmit, industrisë, ekonomisë, sociales. Leninizmi ka të bëjë me kontroll të shtetit, të shoqërisë, me diktaturë të proletariatit dhe të partisë. Kjo e ka definu kahjen
e zhvillimeve të një Slovenia e Kroacie, të cilët përmes diskursit brenda komunizmit, duke insistuar në marksizmin, ata u parafrojshin ndaj mentalitetit ekonomik, industrial, kapitalist në perëndim, edhe konsiderojnë marksizmin si një fazë tranzicionale nga komunizmi drejt demokracisë. Dhe tani i shohim dallimet. Ku është Kroacia dhe Slovenia, që insistonin në reforma konform marksizmit, edhe ku është kjo pjesa lindore, që quajmë Ballkani Perëndimor, që ende e mban leninizmin, por me në forma të degeneruara të patriotizmit apo fetarizmit. Për ta jap tani, ta dhash këte, që ta shpjegoj këtë momentin e sotshëm, se sot kemi konflikt binakësh në të majtën shqiptare. Pse? Në Tiranë kemi majtista. Në Prishtinë kemi majtista. Edhe në Shkupi kemi majtista. Disa i quajnë veten Vlen, disa i quajnë veten BDI, por thelbi është i njëjtë. Është mentaliteti leninist, i kontrollit diktatorial, të bazuar në komandantin, figurën e tij, ndaj të cilët që të nështrohen. Nuk kemi ose konflikt, ose kemi nënshtrim. Nuk ka polemik, nuk ka diskusion, nuk ka debat. Te shohim mes partive, edhe pastaj ke bartët edhe mes qytetarëve, që do të thotë dominohen, kontrollohen dy ekstreme. Pse? Pasi që s'ka i gjitha atyre fjalosjeve që kemi mes një Edi Rame apo Sali Berisha që i takojnë asoj rrymë staliniste, hoxhiste, rrymës së Albin Kurtit që është trockiste, që la insiston jo vetëm në idenë majtiste si kombëtare, por rajonale. Edhe kemi këtu në Maqedoni, dhe që është rryma titiste. Pse? Falë ndikimit të partive maqedonase, të cilë janë leninistë më të mëdha në rajon, e kanë pranu atë frymë të ndikimit, pasi që e konsiderojnë partitë maqedonase si model modernizmi. Askush në rajon nuk i pranon si të tilla, përkundrazi, përveç se partive shqiptare të cilët ende fascinohen se so një Mickovski, një Gruevski, një Branko Crvenkovski, një Zaev, janë modern, janë të organizuar. Në jashtë Maqedonisë askush nuk i konsideron. Ndoshta vetëm në Prishtinë. Kjo është ku kemi mbetur. Por çka i mban që të dominojnë? Se s'ka gjitha këtyre konflikteve që i kanë mes vete, ata e kanë një rivalitet, e kanë një emrues të përbashkët. Është solidaritet, bashkëpunim dhe koordinim në luftim çdo gjë që është parti konservative dhe jashtiste. Në Shqipëri nuk kemi. Nëse dikush e konsideron Partitë Demokratike si konservative, në rregull, mi gjeni ca njerëz aty që të cilët nuk kanë background nga koha e oborrit të Enver Hoxhës. Ka qenë një. Ka qenë Pjetër Arnori. Edhe Evreni, askush nuk e përmend. Në Europë çmohet, vlerësohet, në Shtetet Bashkuara të Amerikës vlerësohet, çmohet, në Shqipëri jo. Pse? Pasi që është dominancë e mentalitetit leninist, jo vetëm në LS dhe në PD, por shtrirje ka edhe kudo në Shqipëri, përveç se të veriu. Në Kosovë. Dikush do e thotë se kanë qenë Partia Demokratike. Jo. Partia Demokratike buron nga LPK-ja, të cilat gjithë e dim se ka qenë marksiste-leniniste. Edhe ende ne në Kosovë nuk ka guxim të thuhet që i vetmi imigrant shqiptar i vrar nga shërbimet jugoslave nuk ka qenë nga LPK-ja. Ka qenë në Bruksel, zoti Hadri, i cili ka në atë kohë ka mbajtur vijën demokratike, por jo marksiste, jo leniniste, jo komuniste. Ndoshta mund të them ka qenë anti-marksiste, anti-leniniste, anti-komuniste. Edhe për çudi sërish askush nuk e lëvër. Nuk ka një përmendore për te. Gjyqi në Bruksel e dënon Božidar Spasićin për vrasjen, në mediat shqiptare ka heshtje. Pse? Pasi që kjo frymë e majtizmit të trashëguar o nga Jugoslavia, o nga Shqipëria,
në një mënyrë bizare, është vazhdu pastaj nga ambasadat, të cilat i konsideronin këta që vinin nga fshati, që kanë qenë ushtartë, që kësë jo komandanta, si egërësina të pak vendur fshatar, pajdukum, edhe pranonin të rritë gjeneratën e dytë apo tretë farefisnisë të familjeve komuniste apo të udbës, si me të civilizuar, njohin sistemin, njohin hierarkin, janë më të kulturuar, njohin gjuhë. Edhe në mënyrë bizare, vendet e perëndimit arritën që këtë shpërndarje të mentalitetit majtes që ata e qunin liberal, a nuk ka lidhje me liberalizëm, ta dominon skenën edhe mediale, edhe civile. Dhe në fund, tani kemi edhe këtë fenomen që edhe një Fatmir Limaj nuk e konsideron veten si një pjesëtar të një djathtizmi, po i qunë veten social-demokrat. LPK-ja ka qenë një farë mishërimi, por më shumë një farë projekti pajtimit kombëtar, i ndërlidhjes edhe të majtës edhe të djathtës me një qëllim të caktuar. Kjo është në figurën e Ibrahim Rugovës dhe Fehmi Agani. Por tani e shohim që ajo ka qenë vetëm se ka qenë një tavolinë mbi të cilën zoti Rugova, zoti Agani kanë qenë figurat. Por me largimin e dy figurave, tavolinë mund shifë që nuk prodhon asgjë. Dhe në fund vetëvendosja, e cila nuk e mshef orientimin e saj, po ajo konsideron veten si një social-demokrate, por vetë strukturimi i partisë tregon që është në të njëjtën rrugë në të cilën ashtu filloi edhe Edi Rama. Ashtu filloi edhe Ali Ahmeti, kthehemi te pyetjen e mëparshme. Edhe insistimi në glorifikimin e figurës së liderit ta determinon që kjo do të ndodhë atje dhe nuk është për ta kritikuar apo lavdru, po si një vërejtje shqiptare në Kosovë, që nëse e doni vetëvendosjen, nëse doni Kosovën, që tani filloni ta kritikoni vetëvendosjen. Edhe mos lëni asnjë hap të kalon pa kritik, por jo në formën e buzhallës apo batonit apo se ata janë, si themi, armiku më i dashur i Albin Kurtit. Se çdo gjë që thot që thon kundërtina, populli thotë ai ndoshta është i keq, po ju jeni beter. Kjo është ky momenti, por ajo që unë konstatova që çka kemi, dominancë të majtizmit. Por funksioni i këtij majtizmi është që të luftohet në çdo mënyrë paraqitje çfarë do subjekti që ka konotacion djathtist konservativ, por jo fetar. Te ne kemi ngritje të fetarizmit, shkaku se kemi ngulfat vijën tradicionale të konservativizmit shqiptar. Ne kemi zavendësuar dominancën e Odës me Gjuman. Edhe tani e shohim që populli nuk e pranon, e refuzon. Edhe kjo e krijon tensionin. Që elementi fetar mendon se me shtrinë e xhamive do të dikon më shumë, por e shef që nuk ka penetrim, ka refuzim. A ky lloj manifestimeve që ndodh në festat kombëtare tregon se sidomos gjeneratat e reja janë të hapura për një interpretim ndryshe të djathtizmit. Dhe do mi është vetëm në fund. Pse e nënvizoj këto si çështjen kruciale në këtë moment? Se une është lehta dhe identifikoja që shifet lehtë, që jemi një trikant që majtistësh në 3 qendrat. Por e që është më alarmante, është se kjo bjen në kundërshtim me atë që po ndodh në perëndim, të rikthimit të konservativizmit djathtës, diku në mënyrë ekstrem, diku më moderuar. Por, për dallim nga ajo që ne këtu e flasim, edhe që në servohet nga Edi Rama, apo Albin Kurti, apo Ali Ahmeti, apo Izzet Megjiti, apo Bilal Kasami, ajo është konform interesave të ambasadave edhe të rivalëve tonë. Që do të thotë na detyrojnë me një rrymë ideologjizimi, apo multikulturalizmi, apo otomanizmi, që të na përdorin neve si forcë, si një vagon votuesish, por për hatër ideologjive të tjerëve.
Kjo këtu të ne ndodhë në raport me ndaj LSDM-s. Në Kosovë kishte tentativë në 97-ën të mbindet rrugove që të voton në zgjedhjet në Serbi që të rrëzohet Miloševići. Edhe ai tha jo. Jo, nuk e pranoj. Në Shqipëri jo e shifni. I kemi ambasadet këtu që vinë dhe në mbajnë dersin, por miqët e tyre, dhe vërtet partnerët në realizim politikash, nuk janë shqiptarët. E janë ideologët Maqedonës. Edhe këto e shemin tani me përfaqësues të Shqipërisë që takuan me një Frshkovski. Po është rastit tani kur ja them që edhe ambasadorët e Kosovës takon në Frshkovski. Jo ky tani shumë. Në është pyetja, pse? Po i njëjti Frshkovski, se në dim se që ka folë 2001 në para 10 viteve, edhe jo para se 3-4 muajve thonë se që i duhet VMRO-ja dhe LSDM-ja të futën në qeveri koalicionim, bashkë, të përqenën në thënë shqiptarë do i marrim, tani për një herë sërish këthejtë multikulturalizmi. Edhe të kush? Të shqiptarët. Për të të shqiptarë, sërish eksponent të majtizmeve, Prishtinës apo të Tiranës. Pse? Se kanë kuptu që LSDM-ja ka arrit një, anglisht e thojnë max out, kaq, nuk mundet më shumë, edhe duhet vota shqiptare. Edhe këthe sërish mundohen të bëjnë përmes BDI-s. Por pa i kuptu, një të vërtet, që së ne akceptojnë, se dhe në 2016, LSDM-ja jo që nuk fitoj, po edhe atë parafrim me VMRO-n e kishte e falë shqiptarëve që të cilët kur votonin për LSDM-n, votonin kundër Gruevskit edhe kundër Ali Ahmetit. Edhe kundër Frshkovskit. Edhe kundër Shiqerinskës. Edhe kundër Shilegovit. Që 6 muajt më vonë, po këta të LSDM-s, të ju thojnë shqiptarëve, ktheva drinin, nuk kam nevojë për ty, unë do shkoj të Ali Ahmeti, pse? Pasi që Ali Ahmeti e ka mbush partinë me ish LSDM. Edhe me ish bashkëpunëtor të shërbimeve. Edhe ata janë partnerin kredibil. Kjo garantoj që tani, për poku 15-20 vitet e fundit, nuk do të ketë më shqiptarë që votojnë për LSDM. Më parë do votojnë për Majten, e Apasjevit, për ndonjë Janko Baçev, se që sërish do të lejojnë vetës të poshtrohen nga LSDM-ja edhe nga këto intriga majtiste që diktohen ose nga Tirana ose nga Prishtina. Edi Ramës apo Albin Kurti apo Hashim Thaçit. Pavarësisht përmes këtyre marionetave të tyre në Tetov, Kërqov apo në Shkup. Zotë ambasador, së fundi vërejmë se sigur ka raporte të ndosura në qarqe diplomatike, politike mes qendrave shqiptare. Keni qenë dhe ishit shumë të zëshëm kundër takimeve të përfaqësuesve diplomatik me politikan Maqedonas, por jo vetëm kaq. Anësh raporteve kombëtare spontane, si do t'i vlerësoni trajektorin e raporteve zyrtare të establishmentit shqiptar dhe shtetëror të këto me Tiranën dhe Prishtinën? Në për vite, flas për periudhë pak më gjatë. Është një konstant jo konzistencash. Ashtu do e definoj. Vlerësimi i parë është se nga Shqipëria, nga vitin 1990 dhe këndej, nuk kemi politikë establishmenti shtetërore. Shtetërore, nuk po e thënë qeveritare. Se politika shtetërore është transcendon gjitha partitë. E ka trajektorën e vetë. E vetmja konzistencë nga kjo është se varësisht ndrohen qeveritë, por mbesin interesat personale, afat shkurte, edhe përdorimi i shqiptarëve të Maqedonisë, periodikisht nga Tirana apo nga Prishtina, që mbi kurrizin ton të dëshmojnë konstruktivitetin, përgjegjshmërinë, përkushtimin ndaj paqes sigurisë në rajon. Në cilën mënyrë, duke i bindur shqiptarët se duhet të nështrohen. Duhet të nështrohen. Fast forward, 30 vite, askush në Tiranë në Shqipëri nuk e pranon një fakt që ne kemi mbush në demokraci si shqiptarë Maqedonisë diku rreth 35 vite.
që do thot i kemi mbaru dhe shkollën fillore, edhe qerdhen, edhe gjimnazin, edhe fakultetin, kemi magjistru dhe doktorat kemi pulsu, edhe kemi mësu diçka për veten, por atë më shumë kemi mësu edhe për Shqipërinë dhe për Tiranën. Ta bëjmë dallime se çka thojnë me atë se çka bëjnë. Edhe prandaj kemi tani këtë gjendje shumë interesante. Kur i shiqon televizionën dhe Tiranë, janë ato zhunshme, çdo detaj minucioz më të vogël debatohet me atë zhurmë, me atë zell. Edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë, edhe në Shqipëri kemi hedhje gotash e këte. E din çdo gjë, ku ti dëgjojsh, e din edhe se çka po ndodh në shtëpinë e bardhë, edhe çka i ka thënë Merci i ka thënë Macronit, edhe Putini, Zelenskit, çdo gjë. Por e keni vrejnë një dukuri. Pavarësisht cilët krah ideologjik në Tiranë apo në Prishtinë nuk dëshirojnë të folin për Maqedoninë. As në Tiranë, as në Prishtinë. Pse? Pasi që është ajo konkluza e Nietzsches, po e parafrazoj. Pas 35 vitesh kur ti miresh me Shqipërinë, me Maqedoninë, ndoshta ke mësu shumë për Maqedoninë, edhe shqiptarët e Maqedonisë, por edhe shqiptarët e Maqedonisë kanë mësu diçka për ty. E kjo është që mos beson në fjalët e bukura. Pasi që nga kabineti Sali Berishës, e deri ky, është e konstante, se paradimet bëhen për para kamerave, por takimet relevante, që nga ajo e në Peshkopej edhe Nohre, Sali Berishës edhe Kiro Gligorovit, e deri tani në favorizimet e figurave si Forçkovski nga Tirana socialiste, si dhe që nga koha kur Ibrahim Rugova së paku ka qenë transparent, e ka konsideruar Shkupin si një tranzit, ka tregu respektin, por ka mbajtur një distancë si ndaj politikës Gligorov, ashtu edhe asaj Izetbegović. Nuk ka hin ato kurtha. Si qeveria Thaçi, si qeveria Haradinaj, si qeveria Kurti, e ka një të përbashkët. Mbajnë mitingje për UÇK-n, vajtojnë për UÇK-n, për në takimet e rëndësishme, edhe në kontaktet ekonomike. Prioritet bëhen oligarkët, të cilët shqiptarët, të cilët janë pasuru falë ndërlidhjes me sistemin e Maqedonës. Edhe kjo, ma lehtë konstatohet nga shqiptarët e rëndom, të cilët e përcjellen, e ka një eksperiencë që i kanë, por jo nga mediat shqiptare, aq me pak nuk ka do një polemik mes partive shqiptare, edhe rrjedhimisht kjo të sjellë këtë gjendje me që të vinë Daka Davidović, që të vinë ta kemi tani, që askush, për shembull, këtë rajoni e mbulonte çështjen e marihuanave 50 ton, interesant nuk ishte shumë interesim nga Shqipëria dhe nga Kosova. Nështë ato porositë e marihuanës kanë edhe ndikim në... Po është pse, se ajo shkon në paralel me një fenomen tjetër, që Zoti Kurti në Bruksel sulmon zotin Vučić, se është e don të keqën atë e këthe, por mbase zoti Kurti nuk e pyeti veten vallë në atë auditorium, në atë publik, a ka ndonjë vëzhgues nga Ballkani i cili buzëqeshë ka thënë, po i sulmon Vučićin, por je në koalicion me te në Maqedoni. Të cilën qeveri bajnë pjesë përfaqësuesi i VV-s në Maqedoni, edhe përfaqësuesi i degës SNS në Maqedoni. Nuk janë pjesë të koalicionit Mitsotakis, apo Borisov, apo Plenković, po janë në një kapel të Mickovski. E thani parashtrohet, kush ja bëri këtë ofertë? Po dhe më e rëndësishme është, zotin Kurti e sulmojnë për çdo gjë. Interesant, në Prishtinë nuk ka polemik për këtë çështje. Pse? Pasi që secili prej tyre e ka bërë. E ka bërë Ramush Haradinaj, e ka bërë Hashim Thaçi, e ka bërë dhe LDK-ja, s'paku
jo deri në kohën e Fatmir Sejdiut. Po për Isa Mustafa të Këndej i kanë vallat. Kështu që është ajo konzistencë, është kontinuiteti i një jo konzistencë, që unë nuk ta tham ty, por ti mos më përbend mua. Problemi është se kemi tani në maqoni, kemi një ndryshim ku njerëzit e shohin që diçka nuk është në rregull, se nuk janë të sinqertë. Edhe nervoza që ta shfaqet nga diplomacitë kombëtare, nuk është sepse bëjnë ata diçka, po se kemi reagim, që thojmë mjaft. Jo më kompromisën e kurris tonë. Nëse nuk jemi, ne nuk po kërkojmë, as nga Tirana, as nga Prishtina, që na përmirësojnë gjendjen, pasi që nuk dojnë. Po s'pako mos na komplikojnë, edhe mos na kompromitojnë çështjen. A në këtë dimension të kompromitimit, janë të gjithë në një rang. Nga Sali Berisha, Edi Rama. Nga qeveria Isa Mustafa, Hashim Thaçi, edhe kjo sot e Albin Kurti. Edhe pa marrë guximin, mos pritni nga partitë politike se doja thënë këtë. Jo, pasi që edhe zoti Ahmeti, edhe zoti edhe këta të vlenë kanë kuptuar që janë vetëm se, si të themi, dëshmitar të përkandshëm mes Prishtinës dhe Tiranës. Janë të panevojshëm. Kanë amnestuar veten nga përgjegjësia. Por si shoqëri, aq sa mundemi, duhet ta themi realitetin që të fillon ndryshimi. Se derisa jeton në ëndër, ti vetveten e pengon që të fillon ndryshimi. Kjo është e pakëndshme. Do të dikën do revolton. Por nuk jam i paguar, as nuk jam i obliguar, dhe as nuk jam aq ambicioz që të heshti. Kjo është e thjeshtë. Zoti Zekolli, për dekada keni qenë pjesë e bashkisë ndërkombëtare, domethënë keni defiluar në për diplomaci në vendet si në Evropë, Azi edhe këtu në vend. Si e shikoni, si e komentoni ndodhitë e tanishme që po trondisin botën, duke filluar nga Ukraina, lufta brutale atje me Rusin deri në Palestinë, raportet e Shebas ndaj Evropës së fundmi, dhe sidomos këtë së fundmi e mega skandalin Epstein në Amerikë. Çdo thonë ju nëse ju thamë që gjitha këto kanë qenë parashikuar. Edhe çdo të thamë që nëse mos paku sot kanë ngel hapësirë për të habitur diçka pas gjithë këtyre që po ndodhin. Sidomos në skandalin e fundit të Epstein. Kjo që doja thamë, thoshta për shqetësuesin, jo pa nuk e kanë për ofendin, por për një shoqëri të rëndomt, ndoshta do i karenashtu pa e kuptu. Por për këta të rritë që studiojnë dhe mendojnë se për politika ndërkombëtare kuptohet në për libra, skripta dhe provime dhe rilexime të Kissingerit, të thanë pak i keni gabim. Më së paku studiohet politika ndërkombëtare nga librat e Kissingerit. Ka autorë të cilët janë më relevant. Tani po ja tham në dy pika pse kjo është ka qenë e pritshme, jo tani, po që nga vitin 1980. Thënë ndryshe, kjo që ndodh sot, ka qenë e parashikuar në vitin 1980. Nga Samuel P. Huntington, autori i konfliktit mes civilizimeve. Ndërsa parashikimi mund ta gjeni në librin Promise of Disharmony, premtimi një mospajtimi, disharmonia, publikuar në vitin 1980. Ndohet nga Harvard, nuk jam i sigurt. Sipas Huntington, Shtetet Bashkuara të Amerikës kalojnë nëpër një cikël ngërçesh, ai quhen convulsions, të revoltës shoqërore, qytetare, të neverisë ndaj moralit të rrajshëm, hipokrizisë, kalbjes së institucionit, korrumpimit dhe kompromitimit të politikës, edhe zbehjes të kuptimit të përfaqësimit politik. Edhe ai kthehej ndërlidh nga lufta revolucionare në Amerikë, pastaj deri në trazirat racore qytetare në Amerikë në vitin 1960-70, në fund 60 dhe fillim 70. Edhe ai në vitin 1980 e bani parashikim. Cikli i radhës
do ndodh në mesin e dekadës së tretë të shekullit 21. Të thotë 2025. Në mënyrë precize identifikon. Që nuk kupton që politika Trump, zoti Trump, është emri, por nuk është as origjina, as fundi atij cikli. Ai vetëm ka qellu. Aty tani mund të besojmë pse është ka fillu, pse është një manifestim të një shoqërie e cila ishte ngopur me atë retorik, me atë politik, me atë pabërgjithshmëri politike, dhe vetëm duhej të paraqitet një person i cili thjesht do e kap imagjinatën edhe sentimentin e shoqërisë. Por zoti Trump nuk ishte i pari. Kjo ka fillu që nga viti 2000, me jam bani men tensionet e zgjedhjeve mes Al Gore dhe George Bush. Dhe pastaj do mbi ndërtohet me Sarah Palin. Edhe në fund, kjo mas, kjo energji do identifikon veten me një Donald Trump, i cili si e fitoi përkrahjen. Doli dhe tha, ju nuk mund me bleni mu. Pse unë kam parë. Jo. Unë për 20 vite kam pagu edhe këte. Gjithë këta kanë marrë pare për meja. Që do të thotë, unë kam qenë shteti që 20 vite. Edhe çdo herë kur ku marrë telefoni, ku më tha, ty të kanë zgjedhë kryetar me paret e mia. Ki me bë që tha dhe tha i kanë bë. Edhe kjo, nga amerikanët u kuptu si një shpërthim sinqeriteti. Ndoshta jo në mënyrë ideale, por është i sinqert. Edhe kjo tani që e shohim, më pak është fundi një ciklusi, po është fillimi i një ciklusi tjetër, pasi që nëse në 60-tat nga të trazira lindi ideja e raporteve në bazamentet liberale, humane, në këtë moment vendohen bazamentet e periudhës që vjen të bazuara në vlera konservative. Por, ashtu si që në 60-tat, mendonin se kjo do bëhet në një farë mënyrë kulturore, faktikisht do kuptohet me kohë që jo, ka qenë e kidnapuar për establishmentin politik. Tani, nëse i krahasojmë këto zhvillime, një pjesë e shoqërisë do mendon se kjo do shkon në favor të ngritjes të konservativizmit fetar. Por krahasimi edhe e Huntingtonit tregon që jo, kjo ka me qenë tamam kundër vlerave fetare. Pasi që do ketë në atë aspektin e ngopjes, në veris, ndaj hipokrizis, amoralit, nuk jenë vetëm establishmenti politik, por edhe fetar, i cili praktikon, kërkon nga te që t'jesh kështu apo ashtu, po vetë nuk e praktikon. Po kërkon ma shumë pare, ma shumë investime. Edhe kjo, nëse në vitet 60-ta, vrasja e Kennedys e krijoi bindjen paranojen amerikane për ekzistencën të një shteti të thellë, do tregohet si koroziv për sistemin politik, afera Epstein tani vetëm se po e nxjerr korozionin e shoqërisë, institucioneve jo politike. Edhe nëse shiqoni mirë, në ato dokumente ka shumë që flitet për kush ka marrë pjesë, kush ajo. Por ajo është shumë kurështare. Spaku deri me tani, pasi që gjysmë nuk i kanë publikuar ende, nuk e them, por deri me tani. Pason mu ai segmenti që i konsideron të vente liberal, humanist, alla Chomsky, apo diplomacia norvegjeze, deri te Miroslav Lajčak. Po ja që nuk e gjeni, nuk ka diplomat amerikan, nuk ka kundërzbulues amerikan, edhe nuk ka ushtarak amerikan. Që do të thotë se i kanë ditë. Kjo nuk ka qenë të një mshërësie madhe. Edhe kanë mbajtur distancë. Më të goditur kanë qenë politikanët, establishmentet ideologjike, inteligjenca, edhe
sektori mesëm diplomatik evropian, që nëzorin se përfaqe një kompromitim gjithmarrë. Pasoja e kësaj, spakurin Maqedoni duhet të nxjerrim si mësim. Pasi tani ka ndodhur një Epstein. Ai ishte quhej bombat e Zaevit. Në 2016 në një kolumnë po ta shkruaj, problemi i bombave të Zaevit nuk ka se dorëzohet ky kryeministër, ai ministër, ai lider partia, ai deputet. Është sekondar, janë njerëz, zaventohen. Problemi i Zaev është me ato bomba u rënu ajo që quhej mistika, misticizmi për politikanin, se janë njerëz serioz, se janë njerëz modest, kanë një fjalor të pasur, mendojnë se çka bëjnë, koordinohen, janë njerëz familjar, kanë moralin e fortë. Me bomba Zaev ndodh që aja ka qenë një rre. Se në realitet, profili mesatar i politikanit maqedon ka qenë nuk dua t'i ofendoj taksistat. Po ma keq fjalori i një taksisti. Se njohurit politike edukative arsimore kanë qenë nën mesatarën e një qytetari të rëndot. Se mas fasadave bukura kamerave më shefa njerëz të cilët aktrojnë seriozitet, aktrojnë moral, aktrojnë dituri, aktrojnë njohuri, por vetëm që i kanë mësu për mensh, si një kohë kur i mësojsh me formulat e Marxit, ti reklamojnë para kamerave, por posa ti hjek, jo hjek letrën, edhe del jashtë temës së parashikume, shifet se në zbrazët. Në rastin e Epstein, kjo do ketë posë edhe më të këqija. Nëse në Maqedoni urzu miti për seriozitetin e politikës, me Epstein do të dorëzohet edhe që në zhargonin diplomatik perëndimor është quhet dekorum. Është të quhet fasad të një perëndimi bazuar në institucione, në checks and balances, në përgjegjësi, në arsim, në edukim, në seriozitet, në larpamshmëri, në mendje strategjike, dhe ti kur e shef se për çka flet një Chomsky, që në mbante ligjërata gjithve për vlera humane, kur e shef një vulgaritet mizor të Miroslav Lajçak, kur e shef që njeriu që akuzon të Kosovën për shtëpia të verdhe, ka qenë agent i KGB-s me njofkën Juri, kur e shef se ajka politike, intelektuale, akademike, perëndimit është shantazhu dhe për lodër në dur të një anonimusi me një ishull, me një ranç i cili nuk ka qenë aq atraktiv, ti tregon që ai dekorumi i seriozitetit ka rro për tokë. Kjo është edhe që e sjell dramaticitetin e këtij momenti. Edhe tani, pyetja është si t'i vihet fund. Kjo me një dimenzion mundohet të mbulohet me cenzura, po shmangje, po relativizim, po njëtën kohë mundohet edhe të duke bardh fokusin në tensione tjera, në Venezuela, apo në Iran, apo në Ukrainë. Personalisht, kjo është moment krize, sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pasojë që do i bartë Evropa. Nëse nga ana tjetër, përveç Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo krizë është njëtën kohë dhe shans. Që shans që nuk kupton që ballafaqimi me aferën Epstein nuk kupton edhe dhënien fund të një fenomeni të përdhjerjes lobiste, i cili e ka ngulfat sistemin zgjedhor apo përfaqësues të Bashkuara të Amerikës. Që do të thotë, nëse hapet, do të jetë dramatike, do të jetë e pakëndshme, por do jetë si ai momenti kur e kalon temperaturën më të lartë, ethet, kogëdhimi e gjitha, po fillon shërimi i organizmit. Nëse jo, tentativa për mi cenzuru këto gjëra do vazhdojnë procesin e erozionit dhe korrodimit të sistemit.
Prandaj jemi në moment historik. Nuk i kemi ditë, nuk i kemi përjetu se si ka qenë vitet 60-ta, por tani do ju thoja trive që janë të interesuar për politikë dhe raporte ndërkombëtare, që mos miren me Kissingerin, mos miren me Chomskin, po t'i përcjellin mediat serioze edhe këte që ka po ndodhë tani, pasi që kjo që ndodhë sot do e definon jo vetën fatin e global, por edhe trajektorit e tyre personale të zhvillimit në karrierë. Zotë ambasador, në qëndrimet tuaja pak fokusin për ndryshën nga politika ndërkombëtare këtu, po kthehemi këtu në politikën vendore. Në qëndrimet tuaja ju insistoni në vënien shenjë barazie mes Vlenit dhe Bashkimit Demokratik për integrim përkundër goditjeve që i kanë të gati se më zakonshme. Sa janë këto subjekte vetanake në kuptimin e pasjes së autonomisë në mënyrën e veprimit dhe sa janë të ndërlidhura mes vete, por edhe me subjekte tjera maqedonase, jo vetëm maqedonase, qofshin edhe subjekte tjera politike nga në Tiranë dhe Prishtinë. Kur i analizojnë politikën, Maqedoni, definimet e para janë se kemi të bëjmë një ideologji nacionalizmësh, krimi dhe korrupsioni. Në thelbet tonë nuk janë shkaku, janë pasojat. Pasi që ideologjia kryesore në Maqedoni për këto 80 vite nuk është as nacionalizmi, as multikulturalizmi, as komunizmi, as socializmi, as demokracia. Është diçka që quhet utilitarizm. Maqedoni është kriju si shtet si një instrument utilitar të mbajtjes së një vakumi mes 4 shteteve: Serbisë, Bugarisë, Greqisë dhe Shqipërisë. Momenti i dytë utilitar ka qenë që fal ndikimit, kjo është që nga koha perandorisë ruse, të ruhet një korridor depërtimi nga Beogradi deri në Athenë. Është ai korridor që dhe ai ka determinu jo vetëm që të krijohet një tampon zonë mes këto 4 vendeve, por edhe të krijohet jo vetëm, nuk po e tham krimin e një kombi, nuk dua t'i ofendoj Maqedonës, ka ata që vërtet e quajnë veten jashtë gjitha këtyre interesave tjera, por krimi të një mentaliteti pseudo-kombëtar të definuar në refuzim edhe animozitet ndaj bugarëve edhe ndaj shqiptarëve. Dhe përdorimi i çështjes maqedonase që të bëhet pjesë e atij politikës ruse utilitare që i konsideronte sërbt si mosh, ndërsa sërbt t'i krijojnë maqedonasit si mosh të vetëm. Për të ruajtur dominancën, për të ruajtur si gardian të korridorit, që të mos cënohet nga Bugaria apo nga Shqipëria. Kjo ka qenë konstante. Fatkeqësisht, këtë konstante vazhduan pastaj Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dikur shkaku ishte deri ka viti 2000, 2002-2003, pasi që ishte prioritet paqja dhe stabiliteti. Pasi që shpesh ndodh në diplomaci, ideja fisnike e një ambasadori, pas 2 mandateve tjera, harrohet. Se cila ka qenë ideja, edhe shtrembrohet kuptimi. Kështu që kjo ka qenë një ide që ka buru nga porosia e prezidentit Bush në vitin 90, e cili ishte fisnike. Dua t'ju kujtoj. Përmendja e parë që është shqiptare, kontekstin e ri, nuk ka qenë e George Bushit. Ka qenë sekretari shtetëror George Shultz në 1985. Në vizitë në Beograd. Edhe ai tërë thot, çështja shqiptare në Kosovë dhe në Maqedoni. Kjo asnjëherë nuk është fut në psikën shqiptare, por ka mbetë psika maqedone. Dhe kanë kuptu prin fillim. Të mos të zgjas, kjo mentalitet, kjo strategji utilitarizmit, me kohë, përmes seleksionimit shumë strikt të përfaqësimit shqiptar, edhe duke kapitalizu në prepotencën arriviste, edhe analfabetizmit politik, ka arritë ndikon edhe në përfaqësuesit shqiptar. Leadershipet partijake.
duke determinu interesin utilitar Macedon, që në kryesi të PPD-s të kenë njerë që janë më konfident ndaj Crvenkovskit se so ndaj Agromanalitit, që në prani të Bendu Thaçit të ketë një njeri i cili më shumë mendon transnacionalisht se nacionalisht, dhe që në kabinetin e Zotit Ali Ahmeti të ketë dominancë 51% të substratit të krijuar nga LSDM-ja. Edhe tani kemi në fund, si çdo gjë që fillon në mënyrë serioze, përfundon në mënyrë komike, përfundimi është tani kjo që shjeta shiqare të Vleni. Që është manifestim kështu lehtë që konkluzohet që është një strukturë e kompiluar me zore, me zahmet e personave utilitar për një përdorim. Pse e them këtë? Pasi që është i njëjti model që është përdorur në Bosnë, në atë Konaković, Beqirović, i njëjti model që është përdorur në Malzi, me një Abazović dhe të tjerë, edhe kur kohë thoshe që unë s'kam çka t'ju bindje, e dini që bi 15 viteve njerëzit më kanë akuzuar se jam i obsesionuar me kritika ndaj BDI-s, që sot ata që ishin krah për krahin në gjitha të bëmat e këqija apo të mira të Ali Ahmetit, sot më thojnë mua se ti je me BDI. Kuptoni çfarë zavendësimi tezash kemi? Por ky zavendësim tezash tamam e dëshmon natyrën utilitariste të Vlenit. Edhe kjo e dëshmon që ata mund t'i ndrojnë ato dresat, si i thojnë to, veshjet. Fanelat, po. Fanelat. Por edhe një qka, Ronaldo me fanelën Real Madridi, apo të Rabotničkit, apo të Shkendijës, apo Ballkanit Suarekës, apo me pa fanelë fare, është Ronaldo. Ndërsa këta driblerat mahallor të rangut Miloš Šestić mund të veshin çfarë do fanella vajnë, por mbesin vetëm lojtarë dhe driblera mahalle. Edhe do mbesin si përkujtim çdo ditor për shqiptarët se ende nuk kemi përfaqësim adekuat të denjë edhe mbi të gjitha vërtet kombëtar. Kjo është ndërlidhja. Zoti Zekolli, ju përmendët proceset ciklike të cilat po ndodhin. A ballafaqojnë shqiptarët si komb me mundësinë të qenurit të detyruar për përzgjedhjen në këto tendosje dhe rivalitete globale që po ndodhin sot, dhe cilën kahje eventualisht duhet ta zgjedhin, respektivisht përcaktojnë shqiptarët? Momenti i parë është ajo që për të zgjedhur diçka, duhet me bërë dallimin mes autokracisë që e kemi në kudo trohet shqiptare, që lind si mungesë apo si pasojë eliminimit të autoritetit. Ajo e definon dallimin mes autokratit dhe autoritetit. Autokratin e shpallin të tjerët. Autoritetin ndërtohet vetë. Armiqësia e vërtet kompës shqiptare, më e thellë, nuk është mes autokratëve nga Tirana, Prishtina apo Shkupi. Po është armiqësia e autokratëve nga Prishtina, Shkupi, Tirana dhe autoriteteve, të cilët ekzistojnë, veprojnë, frymojnë, mbijetojnë si të doni, e jashtë asona se çka mendon se si e gjykojnë Edi Rama, apo Kurti, apo Ali Ahmeti, apo Izzet Mexhiti, apo Zyber Avdiu. Pa rikrijimin e atij faktori autoritar, se i ka respektin, nuk po e them 100%, po të shumicës, e cili mendon për kombin, pa kërku ta më shpërmblim për këtë, apo pa insistu që ajo të legjitimohet në mënyrë zyrtare, ne nuk do të kemi lëvizje të këtyre faktorave. Pasi që këto autoritete që mungojnë, duhet të dalin me një qëndrim. I fundit ka qenë Mehmet Kraja. Edhe Jusuf Buxhovi. Edhe është frapante që në cilën prononcim të tyre kishte stihi, një kakofoni
nga gjitha qendrat ku ose ja u përkujtonin, ose ja veshnin çdo epitet të mundshëm nga komunistë, nga udbash, nga kjo, asnjëri nuk mirë me atë që shujt. Ndërkohë që edhe Sahati i Prisht 2 herë ditë tregon kohën e vërtetë. Por nëse kthehemi te fjalët e Zotit Kraja, por nëse ndigjojmë pak më me vëmendje eksperiencat e Zotit Buxhovi, e shihni që në rregull, pa nuk do respektojnë personalitetin, por këtë që e thët vlen të debatohet, të mendohet, të konsultohet dhe përdoret nga politika. Pasi që këtë debat e fillum me pasojat e një mendje lehtësie të manifestuar në gjykatën e Hagës. Edhe e përfundova atë që thash do na përsëritet. Nëse e lemi në bindjet apo se lideri është i gjithdijshëm edhe është i rrethuar me njerëz të meqëm, do na përsëriten. Nuk po thënë që kjo duhet të bëhet në mënyrë transparente para publikut. Po mund ta themi publikisht që nuk ke asnjë koordinim mes tri qendrave. Por kemi notë ku sot Edi Rama e ban diçka për të cilën kritikohet nga Albin Kurti, që nesër Albin Kurti të ban të njëjtën për të cilën kritikohet nga Edi Rama, nga na i shiqojmë është pa është moca e zezë, apo është moca e bardhë, të dyjat po tregon se janë pa afta me kapminin. Po të citoj Deng Xiaopingin. Edhe tani ne më kanë predeterminu që seriozitetin të tregojnë vetëm atë me një farë qasje gjaj çdo sa që thët Zoti Rama, apo Kurti, apo Ashil Thaçi se ai mendon kështu, ai mendon mirë. Ndërkohë që kur ndalemi edhe mundohemi të reagojmë me kritikë dhe refuzim në bazë eksperiencave, atëherë ne minjëherë reagojmë në atë se kjo ka armiqësi personale, apo inati, apo nuk ka shpërblyje, apo nuk do me shpërblyje, apo po afrohet, apo nuk po afrohet, çdo gjë. Por sërish jo për atë çka e themi. A e themi se në këtë moment jemi në fillim të stuhisë, edhe të ndryshimeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe të pozicionimit të Bashkimit Evropian. Jemi me një fenomen kur i shohim që aktorët kryesor, Donald Trump, Erdogan, Putin, janë në një moshë në cilët pavarësisht se cilave kohjeve, pyetja kryesore është se çka do ndodh pas tyre. Sot gjithë edhe kanë primë atë të cilësojnë presidencën Donald Trumpin si një djathist ekstrem. Unë tham jo, është i moderum. Nëse krahasojmë se kush janë rivalet, trashëguesit potencial të tij, ai nuk del aq ekstrem. Nëse ndalemi shiqojmë zotin Erdogan, i cili pajtohemi jo, po është figurë e cili ndoshta nuk po punojnë një njëjtën bazë me Kemal Atatürk, po është aty afër, ka bën ndryshim historik, epokal të Turqisë. Nuk mund të mohojmë atë. I kanë kthyer në pozitën e një fuqie botërore. Por është portor. Edhe që tani në Turqi bisedosin kushtoj trashëgon, dhe kjo do të determinon jo vetëm kohën e rajonit, po e Turqisë, po dhe të rajonit. Edhe kemi zotin Putin, i cili megjithatë gjithmonë na përkujton atë krahasimin si kur dallimi mes leadershipit perëndimor dhe atij në lindor. Në lindje gjithmonë kemi një farë konstante minimale që brenda 10 viteve të ndonjë lideri të aftë mërrin zhvillim prej 25%, 30%, gjatë 10 vjet dhe pastaj kemi kthim në zero. Ndërsa në Gjermani apo në Austri apo në Holand kemi një zhvillim për 2%, 3%, 3%, 2%, 2,5, 4%, por është konstant. Është pak, por është konstant. Edhe kjo më bën me të pyes vetëm se çfarë do duket Rusia pas Putinit.
Por këto janë mendime personale, në bazë asaj çka e shoh, çka e lexoj. Fatkeqësisht, sjellja e Zotit Rama, që brenda 5 viteve të bëhet prej miku dhe vllaut Erdogan, që pastaj të vishet me ato çakshire të imiton orientalizmin, që pastaj të shkon në Bruxelles me ato patika dhe tregon se është ultramodern, është new wave apo alternativ. Dhe pastaj të bëhet përbuzues i Donald Trumpit, që pastaj të bëhet vardisës i Donald Trumpit, dhe po pastaj të bjen në gujë para Melonit. E tregon një humbje i cili mungesën e identitetit të vet e bartë mbi tërkombin, apo s'paku mbi Shqipëri. Ajo në psikologji quhet multiple personality disorder. Edhe këtë sindrom, Edi Ramës, ai tani e ka bartë mbi tërë skenën politike edhe qytetare në Shqipëri. Që më njëjtën bindja e thotë se jam i lindjes, sa më bindja thotë e perëndimit, a nuk ndalen në menu, po si të perceptojnë. Fati i jonë është që i kemi një Edi Rama të ngjajshëm në Vučić, ku edhe ai, si kur vllau në Tiranë, mundohet të luan, si e thoj këna 4 stollice në 4 ulse, që në vund të shtrihet për tokë. E një thonë që nuk të besojmë asë njëri asë tjetri. Pse? Pasi që s'ka i gjitha animoziteteve. Edhe Xi Jinping, edhe Donald Trump, edhe Vladimir Putin, edhe Ursula von der Leyen, në fund do e kuptojnë, ky është në spionu të njëri tjetri. Është të i bajt fjallët. Edhe nuk është njëri i besimit. Prandaj kemi këtë gjendje. Edhe kjo prap bartet në mënyrë indirekte prej atyre faktore më të lartë bim poshtë. Edhe këtë njëjtën e detektojnë, edhe të sjellja e Zotit Ahmeti, edhe të sjellja e këtyre të vlen, por e shohim në atë konflikt mendimesh që ekzistojnë, edhe veprimesh që ekzistojnë të Albin Kurti. Ata mund këtë ta konsiderojnë si ofendim. Ata mund ta konsiderojnë si të dojnë. Unë po e them si konstatim, edhe paralajmërim, se nuk jemi ne më shqiptarët e vitit 1990. Deri tani në kanë studiu shumë mirë. Do befasoheni se sot dim prej neve. Viq për ja kujtoj. Përshkrimin e parë për ndërlidhshmërinë e klaneve në Maqedoni shqiptare, unë i kam dëgjuar në vitin 1997 nga një amerikane. Që nuk e kam pas ide. Nga Struga deri në Kumano. Për ndikimin e klaneve, ne kemi filluar të bisedojmë para 70 viteve. Edhe ne mendoj se nuk i di këta punët tona që shta pështjellin shqiptarët. E vërtet. Vitin e 90 nuk kanë qenë dëshmitar krahas diplomatëve, krahas politikanëve, edhe agenturave, struktura, profili i 4 në rang ka qenë antropolog, etnolog, psikolog. Që ka nërë në studiu. Edhe kjo nuk është specifik të ne, është ka ndodhë në Serbi, është ka ndodhë të Maqedonët, ndodhë të Shqiptarët. Nuk e them për qëllim për ofendim, por me qëllim që të zgjerohet diskursi politik, i cili deri tani është mbajt ose në politikë të forcës, ose në politikë të interesit ekonomik. Politika është pak më shumë, ma gjanë. Edhe fillojmë të mendojmë për vete, jo vetëm se si dojnë të na shohin, por edhe si na shohin edhe sa kontribuojmë edhe me perceptimet e mira, por ato perceptimet e shtrembrume. Ka kjo strukturë, kjo qasje të cilë kanë marrë, unë e këtej nuk e pres. Por pres nga shoqëria shqiptare që të rikthen atë vitalitetin e vetë, edhe të vetë besimit, por edhe të vetë kritikës. Zotë Ambasador, unë më ka ngel aq kohë sa që u falenderoj për pjesëmarrjen në këtë intervistë, respektivisht emisionin Inbox. Ishte kënaqësia jona. Kënaqësia ishte ime, faleminderit për pyetjet provokative, e di se i kam zgjat, por t'ja tham... Jo, po opinioni ka nevojë për se. Po e dini çka, unë insistoj në një definicion. Politika, diplomacia është komplekse, nuk është e komplikume. Te ne, politika dhe mediat insistojnë që ta komplikojnë, që ta mbulojnë kompleksitetin.
Unë vetëm po e them, atë që çdo që ndodh të ne, është në një mënyrë ndërlidhje që ka ndodhur në Washington. Por në një moment, shpesh herë, do veprimet tona mund të kenë ndikime, ndonjëherë në kohë pozitive, ndonjëherë edhe negative, edhe në politikat e huaj. Ne gjithë shkojmë në ekstreme, ose të stërmadhimit, ose të vetmohimit. Unë vetëm pa duhet të them të përqendroj që nuk jemi krucial, por nuk jemi edhe të pa rëndësi. Faleminderit për ftesën. Edhe njerë faleminderit që ndatë kohën të jeni pjesë e emisionit Inbox. Faleminderit. Faleminderit edhe juve.